ata është më shumë i kanë treja të fojat, se ku të fejohen, shkojnë të burri, se të martohen ngrejnë më shumë për i prindve, edhe tani jo vjerria, jo kështu fojat për si të arsye. Nusja s'mundet me largu djalin për i prindve, ku s'dan. Ku të largohet haj vetë nusja si ka probleme të fojat. Me respekt, kulturë, ka prind, ka vjerria, ka dy anë të familjes. Ka hotëje, pa jetojnë hotëje këtu? Jo, një fshat. A do kënë a je non? A je non? Po. Sa fëmijë keni të? 2. Mirë qatë. Sa është vështirë sot me qenë non, më kujdes për fëmijë? Këtë kohën po jetojnë? Vëllai, kogja vështirë. A do kënë fillimet e tua, kanë ke pas përkrajo mas shumë ti? Kom pas burrin, vjerrin, konatat. Je gjë që më da përshtirë vjerrin i përmende, të shumica nuk është i përmendin. Ja, dhe vjerria më kanë ndihmu Jeton shumë. me ta? Idej që tash kom jetu, tash jo, për momentin. A do kënë, se shumica e nusëve nuk jetojnë, kanë dëshirë me jetu në familjen e më të Se di gjithkush i ka ato ide të veta, sonet të veta, për me menu që ma më jetojnë me ta, jo. Po ti s'pas ka pegu për këtë? Jo. Ka me jetu me ta? Ka ty 17 vjetë. 17 vjetë. Sa kanë qenë 17 vjetë për ty të mira, të këqija? Shumë të mira. Të mira janë kanë shumë. Qështë kanë pritë në familjen e basharit tonë? Mirë, shumë kanë pritë. Mirë kanë pritë shumë. Po vjen mirë? Faleminderit. Shumica dhe më tonë e kërkojnë atë rahatin për me pritë mirë, për me kalu mirë. Se s'kalojnë sot me zveti mirë, vjehërnuse. Së di. Kush i ka fojtë që pas te, me dimin tonë? Për ty bërë ata është më shumë i kanë treja të fojat, se ku të fejohen, shkojnë të burri, se të martohen ngrejnë më shumë për i prindve, edhe tani jo vjerria, jo kështu fojat për si të arsye. Ka fojtë nëse një familje dhe më tonë, djali largohet për prindve, ku të martohet, djali apo nusja? Vallaj më fatë. Me dimit, që kështë të Për ty bërë nusja s'mundet me largu djalin për i prindve, ku s'dan. Ku të largohet haj vetë nusja si ka probleme të fajat. A të konë, mas martesës, sa të kanë në jeta? Së di. A ke vrejt ndryshimin tonë, për shumë? S'ke qenë pa obligim, ashtë njëri me momenti kur martohet, ndryshon jeta për shumë. Po, ka ndryshu, po jo shumë. Jo, se s'kam pas penges për asgja. S'pas te ashtë martesa hershme, ma e mirë për me kryu familjen. Po, ma hershme ma e mirë ashtë. Qëfar ko jeni martuar? Unë 20 vjeqare. 20 vjeqare, shumë. Moshën ma të re. A të ka me një plan pa u realizu që të mosh? Jo, Se disa thonë e re ndoshta. jo s'm kam betë. Sipas te, cila është mosha ma adekuate për më martu, ma përshtatshme? Po dej 25, 26 vjeqare. 25. Dhe ka. E disave që martesën e kanë bëgjo shumë obligim, se kanë shumë disa vajza që se kanë dëgjanë më martu. Se di, e i gjithkush i ka obligimit të vetë, a i det e vetë. Me kriju familjen, sipas te. Pa i duhet me kriju, po dikush s'don me kriju. A i gjithkush i ka ato e mendimet e veta, idet e veta. Ka një mesazh femna për grave, që e kështë ta një mesazh një këshill, që e kështë ta ti si grua? Ty be, si gru kisha thonë ma shumë respekt, kulturë, ka prind, ka vjerria, ka dy anë të familjes. Ka lufshit mirë.